Duke u parë në pasqyrë, do të bashkohet sot në program Ani Hida, pedagog në shkollën profesionale New Generation. Ani, mirë se vjen. Faleminderit. Shumë faleminderit bashkë me modelin. Mirë se vini. Atëherë do të afrohemi në salonin tonë të improvizuar, ku Ani së bashku me modelin do të na tregojnë sot se cilat janë ato teknikat të bukura, teknikat të kohës që meshkujt zgjedhin edhe i kushtojnë shumë rëndësi pamjes së tyre. Për çfarë do të flasim sot, Ani? Cilat janë ato dy teknika të cilat unë nuk dua ti përmend tani sepse kam frikë se mos gaboj, ëh? Ja, atëherë sot ke djalin ne do krijojmë një bust cut. Bust cut, po. Ka pjesa sipër dhe një low fade ke pjesa poshtë, ke pjesa më. Tani, bust cut, si e njohim në gjuhën popullore? Ka një është emri gjithë në një. Kështu njihet, bust cut. Gjëja karakteristike kësaj prerje është balli. Dallimi ke balli që krijon disa këndë. Pra, kjo prerja e flokëve që është tek balli kështu në... Një vjet drejt, krijojmë disa kënde këtu, është gjëja që... Ata them si e themi në gjuhë popullore. Si. Si tas, një prerje si tas. A është kështu apo jo modeli? Është kështu? Po kështu njihet në gjuhë popullore, të paktën kështu e kam dëgjuar. Mirë. Është një model që... Shkon shumë, atëherë, zakonisht ky model këtu e përdorin shumë në Amerikën e Jugut. Ka dalë aty e përdorin shumë dhe Shqipëri unë e kam gjetur shumë. E përdorin shumë të rinj. Po, zakonisht duhet i kenë djemë flokët relativisht të gjatë për ta sjellë këtë si model, apo jo? Jo, duhet i kenë të plot, duhet kenë shumë flok dhe duhet të jenë të plot. Pastaj, është një prerje që zakonisht neve përdorim, shkojmë edhe krijojmë ke disa forma fytyre, jo ke gjitha fytyre. Ne duhet që fytyrat që janë zakonisht në formën e diamantit, kemi disa kënde që janë shumë e kënde, atëherë ne shkojmë dhe aplikojmë këtë prerje, sepse e kontrastojmë. Është një prerje e cila ka një grup moshë të caktuar, pra është një prerje që zgjedhin zakonisht djemt më të rinj në moshë? Djemt të rinj. Zakonisht deri ke 18 vjeç, 20 vjeç. Nuk e këshilloj më tepër. Nuk e këshillon. Po sepse është i përshtatet këtyre. Më shumë i përshtatet këtyre dhe ke veshja, ku që stilisti jonë sot është apostafat për këta. Modeli që ne kemi sot këtu është gjithashtu edhe pjesë e shkollës New Generation, a i studion, është gjithashtu merë leksione nga Ani, apo jo Ani, por gjithashtu ajo që duhet të theksuar është se edhe praktika vlen shumë të përmendet, sepse mënyra se si realizojnë të gjitha orët e praktikës është shumë profesionale, është shumë domethënëse për t'i dhënë të kuptoj këtyre të rinjve se çdo të thotë ky profesion, edhe se sa e rëndësishme është të merresh, të kujdesesh për lukun e tjetrit, të t'i japësh një mundësi të mirë për të dukur sa më bukur. Ne kemi filluar ndërkohë me prerjen, Ani, të lutem duhet ta... Po filloj avash, të filloj bëj... Çfarë je duke bërë tani? Fazën e parë, shkojmë dhe diversifikojmë dy zonat, zona poshtë dhe zona sipër. Me krijuar low fading, që është pjesa poshtë. Pastaj nga këtu, low fading, që është pjesa më një hije, si ta shqipërojmë. Eksakt, janë hije t'ulta dhe mbasi kemi mbaruar këtë pjesë këtu, do shkojmë të fillojmë me pjesën sipër, ku do valorizojmë pjesën. Po, kur thua hije të ulta, e ke fjalën vetëm për prerjen e flokëve në pjesën e poshtme të qafës, nuk shkojnë më lart. Jo, shkojnë deri ke kocka kokës. Këtu. Ajo quhet low fade. Po, që është hije ullë. Pastaj kemi një medium fade, që është deri në gjysmë, dhe skin fade, që është sipër. Zakonisht cili preferohet më shumë? Nga djemt? Gjitha. Të gjitha? Gjitha, varet gjithmonë nga stili. Neve bazohemi, si që kemi folur edhe rast që kaloj, bazohet gjithmonë nga stili që ka klienti. Mirë, po, bust cut edhe low fade në këtë rast, është një kombinimi modeleve që ti ke përzgjedhur, Po, është një kombinim, sepse bust cut ne mund të bëjmë tullët, mesëm ose të lartë. Në këtë rast, klienti kërkoj që ta jetë një hije ullët. Kërqë... Shojmë hijet ndërkohë që po bënë Ani. Dhe si realizon, Ani, këto? Është një proces që mund të bëhet në shtëpi, jo? Ka rrezik, besoj, jo? Apo do shumë precizion për të bërë prerjen?
Shpive, unë këshilloj gjithmonë të shkosh ke profesionisti. Për çdo lloj aktiviteti. Nuk jam favor Mirë, base për të bërë të tilla modele, të tilla prerje apo stilime të ndryshme, padyshim që duhet të drejtohen tek profesionistët, po nëse janë prerje minimale edhe ndërhyrje minimale, mund t'i bëjnë edhe vetë në shtëpi, tani mundësit janë, pajisjet janë shumë të mira në treg, ë? Atëre, këto duken si ndërhyrje të lehta, pak të lehta, po në vërtetë ka shumë precizion dhe nuk është e vështirë që të dalit taman si duhet që se bën shtëpi dhe nuk je i përgatitur për me realizuar këtë prerje. Sepse këtu flasim gjithmonë me ke gjërat e vogla. Gjërat e vogla bëjnë diferencë dhe kur një shkojmë me punuar ke një zonë kaq e vogël, mjafton një gabim që ndryshon komplet prerja. Çfarë ndodh me studentët në New Generation, Ani? Sa të interesuar janë ato për të mësuar gjithmonë më shumë për sa i përket stileve të reja të prerjeve apo edhe stilimeve të ndryshme të flokëve tek meshkujt? Janë gjithmonë të updetuar apo jeni ju ata që i çoni, le të themi, drejt kësaj rruge, sepse sot duhet të thënë që interneti është i mbushur plot me informacione, edhe vinë në një farë mënyrë edhe të përgatitur për atë që trendet sjellin. Sot janë shumë të përgatitur dhe kërkojnë, janë unë pakton kur kanë filluar me punuar ke New Generation, klasa që ka marrë në dorë, që bën pjesë dhe sherifi, janë shumë të përgatitur dhe kërkojnë të mësojnë sa më shumë. Unë nuk e prisja këtë gjë. Janë me vërtet predispost që të mësojnë. Të predispozuar për të mësuar. Të predispozuar, bravo. Që të mësojnë. A kanë dëshirë që të hapin me njëherë salonin e tyre dhe a janë gati, le të themi, studentët që pasi kanë përfunduar ciklin për të cilin janë regjistruar, a janë gati, apo duhet, çfarë këshillon, apo duhet patjetër edhe një periudhë, le të themi, stazhi edhe përgatitje edhe më e mirë profesionale? Po. Atëherë neve kërkojmë t'japim sa më shumë, t'i përgatisim aq më mirë, sa më shumë, por normalisht si çdo punë ka nevojë për një stazh. Kur dalin nga ne, janë gati për me punuar ke një dyqan. Ta hapësh aktivitetin është një gjë më shumë e madhe që duhet më shumë preparacion. Fakt neve ke New Generation kemi kurset 3-6 në mujor, pastaj kemi 2 vjeçarin. 2 vjeçarit të çon drejt rrugës që të hapësh një aktivitet. Pra nëse e përfundon një cikël 2 vjeçar në Generation, je gati për të hapur një aktivitet? Je gati sepse kemi dhe lëndë të tjera dhe të përgatisim nga ana e marketingut, nga njërësia e lëkurës, jo vetëm nga ana praktike, që është shumë e rëndësishme sot të kësaj dite, të dish të menaxhosh edhe dyqanin. Se nuk, si thet dhe ti përpara, për me bërë një prerje floku, interneti është plot dhe e mëson, po pastaj tapësh të menaxhosh një dyqan është komplet një gjë tjetër. Dhe të mendosh më pas që është edhe një investim, investim i rëndësishëm, investim i jetës për këta të rinj që duan t'i hynë rrugës së parukerisë, dhe që me sa duket mundësit janë, se të mjafton të jenë të vëmendshëm e të kenë dëshirën të dinë se ku të drejtohen, e të kenë dëshirën të mësojnë edhe të punojnë. Ne kemi ndruar me sa shoh. Jemi duke tashti marruar me pjesën e baze, tani do shkojmë të krijojmë hijen dhe do tani ne kemi përfunduar këtu, ja ta shohim pak bashkë një herë. Jo, nuk kemi përfunduar këtë pjesën këtu. Jo, di pse doja të thoja që më duket pak shtrëmbur. Po, do ikim ta punojmë te tani. Mirë. Po. Kaq është info që kam unë, vetëm me sy mund ta gjykoj. Po. E ndërkohë tani çfarë jemi duke bërë? Tani do shkojmë të krijojmë hijen e vërtetë. Pse ndrove me sa shoh krërin? Mizurën e krërit, sepse nga mizura më e ulët, ne shkojmë ke mizura më e lartë, që të krijojmë 2 kufira. Me sa shoh bën një rallim të flokëve apo gabon? Jo, është më vërtet, është prerja. Radhimet bëhen vetëm me gërshërë. Dakor, po mësoj edhe unë, por nuk e dia do jem gati ndonjëherë për të hapur një sallon. Mirë, bukur po bën, bukur. Një herë që neve kemi krijuar 2 kufit, atëherë në mes shkojmë dhe krijojmë hijen duke zbritur me mizurat. Pra me masat e krëhërit,
fillojmë nga 0, sipër kemi shkuar me kryuar një 6 mm, tash ti me 4,5, 3, 1,5, 0,8 dhe 0,5. A ndodhë, Ani, që të vinë klientët edhe të vinë djemët për të kërkuar modele të ndryshme dhe të mos plotësosh dëshirën e tyre, për arsye nga më të ndryshmet, në base se nuk ishtë i përshtatshëm për moshën, ndoshta nuk shkon edhe me portretin e djemëve dhe a janë djemët po kaq të interesuar sa janë edhe vajzat, sepse vajzat janë disi më të kujdesshme, mundohen që të jenë edhe të zgjedhin ato modele që u shkojnë portretit të tyre, të mbulojnë nga njëherë defektet me anë të flokëve. Çfarë ndodh me meshkujt në sallonet e meshkujve? Dhe meshkujt e kanë këtë, por neve ndodh shumë herë që mos t'ja plotësojmë dëshirën, sepse, ja, si puna kësajt, një çunjeri shikon një foto të një këngëtari, të një personi famoz, dhe thot, du flokët sej, por nuk din se si është niveli flokut, se ka kualitetin e flokut të shisoj, rasia, masa e flokut. Dhe gjithë të gjëra, neve i valutojmë, bëjmë një valutim general, kur kemi klientin aty. Dhe i themi, shiko, okej, o bëhet të zbahet. Dhe gjithmonë duke motivuar. Zbahet për këtë arsye, sepse për ta bëjmë, nuk do jesh ngrat ta menaxhosh në shtëpi. E qartë. Pra e rëndësishme është që të jetë një model i cili mund të menaxhohet edhe në shtëpi, a? Ma normale, sepse fund fare ky klienti çdo ditë do krajë të shtëpi. Nuk do vi ke barbieri, ke berber ose ke parukieri. Kështu që ne duhet t'ja thjeshtojmë jetën. Po prandaj janë specialistët për na lehtësuar jetën e për të na bërë të ndjehemi më bukur teksa shihemi në pasqyrë. Duke u parë në pasqyrë, është edhe ky momenti i programit ton, ku Ani Hida, pedagog në shkollën profesionale New Generation, së bashku me studentin, por gjithashtu në këtë rast sot modeli ynë, po sjellin dy modele shumë të bukura, dy teknika të pëlqyeshme dhe të kërkuara shumë nga meshkujt, që është baskat dhe më ndjeni mua, por low fade. Low fade, baskat dhe low fade. Kështu i kërkojnë të djemët kur vinë? Po, apo vinë me foto? Jo. Janë të informuar 100%, vinë aty me emër dhe din dhe se si bëhet. Kështu që kur ti tani punon. Ashtu? Po. Kjo tregon që janë shumë pranë, kanë ardhur gjithmonë më shumë duke u perfeksionuar për të kujdesur edhe për të qenë sa më bukur, sa më estetik, sa më në formë. Në Shqipëri unë kam vënë re që djemët janë shumë të fiksuar me flokët. Ashtu? Në Itali pak më pak. Po këtu në Shqipëri janë me vërtet, si thuhet, e kërkojnë që t'jenë, e duan që t'jenë okej. Më mirë t'jemi krefur, t'kem prerën tamam si duhet, perfekte. Kanë filluar në Shqipëri të përdoret edhe teknika e lyerjes së flokëve? Po. E she si teknikë të kërkuar? Si të kërkuar, akoma, po, sigurisht ka hyrë. Sigurisht ju të gjitha këto teknika më të reja dhe më të fundit i keni të implementuara edhe në shkollën tuaj dhe u bëni me dije edhe studentëve. Mirë, ne po vijojmë me modelin kështu, me prerjen, me sa shoh është perfeksionuar çdo gjë në këndin ku unë po e shoh tani. Dhe do t'i japim më pas atë prekjen e fundit pjesës së balukës? Po. Besoj është vështirësia më e madhe Ani aty për të mbajtur precizione për të qenë shumë precizion. Është njëjta gjë, njëjta teknikë kur bëjmë një balluke ke vajzat, bravo. Që duhet të kesh kujdes të mos lëvizi milimetri, se ndryshe prishet të gjithë modeli, mund të mos shkoj ashtu si duhet. A vinë, zakonisht kur vinë në salone meshkujt, i shoqërojnë këto kërkesa për shembull për të, nëse duan të vinë edhe të presin e cilin një model ndryshe të flokëve, a i shoqërojnë gjithmonë edhe me një trajtim fytyre apo me një tjetër trajtim? Për sa i përket mirëmbajtjes së lëkurës? Sigurisht, po. Është një edukat që ka filluar së fundmi tjetë, çfarë vëre? Është, po, vetullat, një pastrim fytyre me maskën e zezë, janë gjëra që tani janë kotidianë, do të thonë janë përditshme. Sidomos ke saloni që e vlerëson edhe të punë që vanë. Sepse unë jam
unë jam me mentalitetin që gjdo servis që neve japim dyqan, Gjdo shërbim, pra. Gjdo shërbim që japim, duhet të adresojmë dhe nga në ekonomike. Si që funksionon gjithë. Në botë funksionon kështu, me shkujt ti ke eksperiencat e tua në Itali, një eksperiencë shumë të gjatë, disa vjeçare ku je formuar atje dhe gjithashtu ke pasur edhe aktivitetin tënd. Fillimisht kur shkova atje, atë duke e çuditshme, ishte disi ndryshe realiteti dhe kultura e mirëmbajtjes së meshkujve italian krahasuar me Shqipërinë, ani më thuaj të vërtetën tani, sepse nuk kanë qenë kështu meshkujt në Shqipëri, kaq të kujdesshëm edhe kaq afër kujdesit të vetes e trajtimit të flokëve të lëkurës, duhet thënë kjo. Atëherë, them të drejtën, unë kam shkuar atje që isha i vogël fare. Dhe këtë ndryshim e pas të kundërtën. Duke mësuar atje, kur erdhën në Shqipëri, bëra këtë krahasim, bëra këtë lëvizje. Dhe më pëlqeu, domethënë është okay. Po ke dhënë edhe ti një kontribut, besoj, në këtë fushë, këtu në Shqipëri. Ajo është objektivi që të përgatisim sa më shumë nxënës dhe të ardhmen e berberit që t'jen gati me mentalitetin europian. Shumë e vërtet. Ku jemi tani? Vash bëjmë. Tani çfarë do të bëjmë? Tash ti do shkojmë të sistemojnë gjërat më të vogla. Të vogla, mirë. Sepse floku nuk rritet në njëjtën mënyrë ke gjithë superficia, ke superfaqja e kokës. Shqipjen e kam për herë. Dhe në herë neve duhet shkojmë me majën e makinës që punojmë disa vende ku ka hapësira që shkojmë dhe t'i barazojmë, t'i unifikojmë. Sa duket këto ishin ato vendet që unë thash diçka nuk është bërë ashtu siç duhet, po ja që prandaj nuk duhet të flasim që në fillim, duhet të presim deri në fund për të dhënë mendimin tonë. A të ndërhyjnë shpeshherë djemt gjatë procesit tënd të punës? Jo. Apo nuk janë si vajzat që janë më të bezdisura në këtë kuptim? Jo, sepse e thënë fund. E thëmë presin që ti të marrosh, dhe pas taj... Tani kemi? Kalëm këtë pjesë sipër. Tani është momenti final, besoj. Po. Se i kokë? Dhe? Çfarë duhet kemi kujdes këtu? I krajfim të gjitha për para. Po. Dhe? Duhet shumë shkurt, apo duhet thjesht sa për të rregulluar atë vijën? Varet gjithmonë nga shija. Unë varet nga shija dhe nga, si mu të shpjegoj shqip, nga mizurat e fytyrës. Eksakt. Si të thuash, edhe në raport me, si tham pak më parë, edhe me portretin, edhe me tiparet. Eksakt. Me madhësinë e ballit ndoshta. Me madhësinë e ballit, me këndin e vetullave. Edhe pse ne kemi një model shumë perfekt sot, besoj, apo Johani? Po. Sherifi është me vërtet... Nuk e zgjedhur të bësh një prerje shumë të shkurtër të ballukës në këtë rast? Jo. Kemi tamam sepse vjen. Na duhet. Kjo gjatësi na duhet për... Do të guxoje Janit më lije mua ta bëja një prerje, një vizë? Nuk e frik? Ka frikë unë të ta provoj. Do bëjmë? Ha? Ta bëj, Sherif? Atëherë. Mos u emociono tani, ha? Jo. Se unë nuk do të gjithë punën tënde dëm. Unë jam. Çfarë të bëj tani? Këmba? Këtu? Nga këtu? Pritë mos ja kthejmë kurrizin kamerës, të lutem. Po. Okej. Ha, kështu? Po. Okej, ba. Mos u bëra gabim? Jo. Fitore. E bom, edhe këtë. Një hapë drejtë një hapë. Iva dhe Ani. Iva dhe Ani. Bëra ndonjë gabim të të vërtetën? Jo, absolutisht. Sherif, riqet, Sherif, se nuk bëra asnjë gabim. Bili se bërë më mirë se mua. Ja, më mirë, nuk diskutohet, më mirë se ju. Tu tani shkoj dhe krijoj këndin. Ai këndi besoj duhet ketë një kujdes po ashtu të
Të veçantë, Po. Për të dalë dhe për të qenë edhe modeli më bukur. Këndin në anën tjetër në anën e majt e ke përfunduar, besoj, jo? Jo, akoma. Akoma? Për drejt? Se më duke më i prerë, nuk duhet lëvizdi Sherifi tani. Jo, kjo është ja më... Sa të mbaroj Ani, Okej. të gjithë modelin. Besoj që ne jemi në fund, a? Po. Jemi në fund, po përfundojmë. Dhe do të shohim më pas edhe modelin e Sherifit. Ishte një baskat, kjo që ofruam sot, me një low fade. Ja që kur me sa duket e prek vetë punën me dorë, e kupton më mirë. E shikon? Okej. Ke përfunduar? I gjërë vogël? Është një modeli thjesht flokësh, Ani? Pra, është një model për të mirë mbajtur lehtësisht në përditshmëri se nuk është shumë i lehtë. Është shumë i lehtë për të mirë mbajtur. Është shumë i lehtë sepse, si që thamë përpara, ne këte krijojmë vetëm ke apostafat ke floku që na e lejon. Dhe në këtë rast, maksimumi se kush ka dëshirë, me pak krem e sistemon. Është gjo më tepër, është gjo plus. Ekstra. Pra, nuk është e nevojshme. Eksakt. Edhe nëse nuk do t'a bëni, ndërishte po prapë shumë... Si zjatë mjes, mjafton të bëj një kalim me ujë dhe... është okej. Po, kam përshtypjen, prandaj është edhe një ndër ato modele të kërkuara për djemë të disi më të rinj në moshë, për pjesën adoleshentëve, le të themi, deri 18 vjeç tani është kryesisht e rekomandueshme. Mbase është edhe kjo arsyeja, duke qenë disi më të shpenguar edhe e lënë më rastësore atë modelin, pra nuk i kushtojnë shumë rëndësia. Mirë, ne jemi në fund tani? Po. Kemi përfunduar. Ani, të lumshën duart, ti po i jep atë prekjen e fundit, është shumë bukur Sherifi. E kemi bërë. Me shëndet, Sherif. Tani ta pastrojmë? Po, ta pastrojmë. Mirë, ne tani të falenderojmë Ani që ishe me ne, falenderojmë shumë edhe shkollën New Generation që bëri të mundur sot praninë e Anit këtu, ne do të kalojmë në publicitet. Falenderit. Ju do thoni pse nuk u larguat, ja, pra nuk u larguam nga kjo studio, sepse Ani bëri dhe 2-3 korrigjime të vogla në fund fare, si një profesionist që është, unë nuk mund ta lë modelin sot që të dalë me këto 2-3 fije që Ani ti kishë shpëtuar dhe me njëherë realizoj, e solli në formën më të bukur të mundshme. Tani do bëjmë atë rrotullimi një herë aty tek karrigja, që të fokusohet edhe tek kamera, se si është modeli i Sherifit, i bukur, i prerë sakt, me të gjitha këndet ashtu si duhet, Ke ndonjë vrejtje për veten? Jo. Për valukën që përva unë, ke vrejtje? Jo, asa ti nuk e mirë. Ne kemi pasqyrën tonë, e cila është pasqyra që i dedikohet zakonisht të vajzave, po kush tha që përjashtojmë edhe djemt? Sherif, është momenti yt, të pëlqen? E ka realizuar Ani si që duhet besoj, jo? Çfarë nuk të pëlqen, apo të pëlqen çdo gjë? Është modeli thjeshtë, mba në përditshmëri? Po. Je i kënaqur? Shumë mirë. Shumë i kënaqur, mirë. Faleminderit shumë djemve që ishin me ne sot, faleminderit edhe shkollës New Generation që bëri të mundur realizimin e momentit duke u parë në pasqyrë. Ne do të ikim të tre edhe do t'i lëmë vendin tani më Antonetës për të ardhur në një tjetër moment të programit. Eja Antoneta. Faleminderit.